أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك ثم ما بعد falëndrimi dhe lavdratat I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, salatat selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të përmendim sonte fillimin apo parathënien e një libër të vogël të dietarit Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Libër kjo me të cilën ky dietar është mundu me përmbledh komplet fen. Në këtë parathënien e parë thot Allahu wa mëshiroft i'lam rahimakallahu annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Dije Allahu të mëshiroft se ne jemi të obliguar të mësojmë 4 çështje. E para, al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adilla. E para që është obligative na me mësu, me e dit, është dituria. E ajo do në me thanë me njoft Allahun, me njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me njoft fen islame me argumente. E dyta është el-amalu bihi, me vepru me atë dituri. E treta prej këtyre 4 çështje të cilat janë obligative me mësu është thirrja në këtë dituri dhe në këto vepra. Dhe e katërta është as-sabru ala al-adha fihi, me bo sabër në problemet e mundshme në këto çështje. Pika e parë, fillimi I kësaj parathënie, thot hoxha, dije Allahu të mëshiroft. Ban dua për dëgjuesin, që Allah ta kaplon me mëshirën e tij. Se është obligative me mësu të 4 çështje. Këto 4 çështje që I përmend hoxha janë obligim. Janë obligim dhe nuk bien dhe nuk vjen momenti ku nuk duhet me veprua. Nuk vjen momenti ku nuk duhet me mësua. Nuk vjen momenti ku nuk duhet me thirr. Nuk vjen momenti ku nuk me bo sabër. Janë obligative me I ditë dhe me nxjerr praktik këto 4 çështje. Për shkak se janë prej bazave të fesë së Allahut subhanahu wa taala. E para tha el-ilmu, dituria. Me një hadith që transmeton Imam Abu Dawudi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kërkimi I diturisë është obligim për çdo musliman. Kërkimi I diturisë është obligim për çdo musliman. Këtë dispozit do të më shtyn kryje, që nuk vjen një moment në jetën tonë që na s'duhet me mësua. Çdo herë na jena të obliguar për me mësu. E pastaj ka prej diturive x dituri që se kemi obligim me mësu deri me një kohë. Mirë po jo që nuk është obligative dituri mu mësu. Thënë ndryshe, kanë thënë dietarët, kjo dituri të cilën neve na ka obliguar Allahu për me mësua, të cilën na duhet me mësua, është 2 kategori. Dituria farz ain
e dituria fars kifaje. Mirë, po të dyat janë fars. Vini re, dituria e cila është obligim konkret për çdo person, edhe dituria e cila nuk është obligim për çdo person, po është obligim për një grup të njerëzve. Apo thon ndryshe, nëse një grup e njerëzve ose një person e mëson atë dituri, të tjerët nuk e kanë obligim. Të tjerët nuk kanë gjuna, jo që se kanë obligim, nuk kanë gjuna të Allahut nëse nuk e mësojnë. Dituria obligative është dituria të cilën e cek hoxha në vazhdim. Njohja e Allahut është obligim për secilin. Njohja e Allahut, me njoft Allahun, me njoft Zotin ton, është obligim konkret për çdo person. Secili njeri duhet me njoft Zotin e tij. Me njoft Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin e fundit, vullën e pejgamberisë, të cilën e dërgoi Allahu pejgamber për gjithë njerëzimin, duhet me njoft. Edhe dituri obligative tjetër është dituria e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Dituria e fesë islame. Njohja e Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fillim me një hadith, tha ai i cili merr rrugë vinire, ai i cili merr rrugë për me shku me kërku dituri, Allahu ja lehtëson një rrugë prej rrugëve të xhennetit. Allahu ja lehtëson një rrugë prej rrugëve të xhennetit. E kemi thënë disa herë dhe përsërisim, çdo herë kur bëjmë niyet, kur të nisim me shku në ligjërata, ose kur të lëshojmë ligjërata edhe te shtëpia me ndëgjue, jo me ndëgju ligjërata me xhanxhume. Se shpesh dikush lëshon ligjëratë që si nuk e zë xhumi, lëshon ligjëratën e zë xhumi, ose lëshon Kur'anin për me flet. Jo, me ndëgju ligjëratën për me mësu, për me njoft Allahun, me njoft fenë e Allahut, me njoft Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Çdo herë kur ti bëjmë të hapa për me mësu fenë e Allahut subhanahu wa taala, ti ke parasysh të hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të shpresojnë shpërblim prej Allahut subhanahu wa taala. Kemi dalë për shtëpive tona, kemi lanë kafët në qajtorën ndoshta, kemi lanë ndoshta ndonjë termim të futbollit, apo diçka tjetër, kemi lanë prej kësaj dhunjaje. Mas pak ti çka kemi lanë gafletin. Kemi pas mundësi mas pak me çdo shtëpia, edhe me ne shtriç aty, mos e vë kurrë. Mas pak ti. Tash i ki praktikë të gjitha këto. Je nis për xhami, me shku me ndëgju diçka prej fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që të çtohet dituria për Allahun dhe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe fenë islame. Kjo është udhtim për kërkim të diturisë. Kush e ban kët, Allahu ja lehtëson një rrugë prej rrugëve të xhennetit. Në qoftë se nuk ka ndonjë vlerë jashtë kësajna, mjafton. Ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për kërkuesin e diturisë, me laçet i shtri flatrat e tyre në shenjë respekti. Ka thënë zëdëtar, i shtrin flatrat dhe bëhet dua. Të gjitha krijesat në qiell dhe në tokë kërkojnë falje për kërkuesin e diturisë. Ti duke ardhur në xhami me ndëgju ligjëratën, me mësu fenë e Allahut, me njoft Allahun, me laçet në qiell bëjnë istighfar për ty, o Allah, falja filanit. A so vlerë kjo? Në qoftë se nuk ka ndonjë vlerë jashtë kësaj, mjafton me bë dua me laçet. Me bë dua në njëri mirë për ty ti edhe privilegj, se është të bëni njëri mirë, një dietar, një mujahid, një burr i mirë, një burr i nështruar ndaj Allahut, një takvali, një devotshëm, ban dua Allahun me të dhënë diçka tyje, ti ndihesh i privilegjuar. Para mendo me bë dua me laçet për ty. Të gjithë krijesat në qiell dhe në tokë bëjnë istighfar derisa edhe peshqit në thellësirën e detit bëjnë dua për kërkuesin e diturisë. Çfarë duaja? I thënë Allahut, o Allah, falja filanit. Ti ban gjunave për jashtë, tash duke ndëgjuar ligjërat, krijesat në qiell dhe në tokë, peshqit në deti bëjnë dua, o Allah, falja filanin, o Allah, falja filanin, o Allah, falja filanin. A nuk ka kjo vlerë? Në qoftë se kjo nuk është vlerë, në qoftë se është vetëm kjo vlerë, si vlerë, edhe pse ka shumë vlera tjera, mjafton.
Ka thënë dietar, dituria e parë obligative që duhet me mësu njeriu patjetër është njohja e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kemi tek herave tjera se njohja e Allahut xhel xelaluhu apo njohja e Allahut subhanahu wa taala nuk duhet me kuptu si ngarkesë. Nuk duhet me kuptu si vështirësi. Kur të marrim, të shfletojmë, ndëgjojmë, ose të përsërisim diturinë e njohjes së Allahut, këtë na duhet ta perceptojmë si nevojë tonë. Kena nevojë për këtë. Kemi nevojë me njoft Allahun. Kemi nevojë të dimë për Allahun. Kemi nevojë të nënshtrohemi. Na kena nevojë. Allahu s'ka nevojë. Tha Allahu në Kur'an: Ja ejuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi wallahu huwal ghani. Tha, o ju njerëz, ju keni nevojë, ju jeni fukara për Allahun, ju jeni nevojtar për Allahun, keni nevojë për Allahun. Wallahu huwal ghani, Allahu është i pavarur. Pra Allahu nuk ka nevojë për krijesat. Krijesat kanë nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Kemi tek fjalën e Ibn Jauzit, i cili thotë se Allahu krijoi njeriu prej dy komponentave, prej trupit dhe shpirtit. Trupin dhe gjithçka që ka të bëjë me trupin i ka kriju prej toke. Trupin prej toke, ushqimin e trupit prej toke, medikamentet për mjekimin e trupit prej toke, ushqimet për mirëmbajtjen e trupit prej toke. Dhe në anën tjetër e ka kriju shpirtin. Shpirtin Allah ka pru prej nalt. Në muajin e 4 e ca ditë me laçet e bin prej nalt. Prej te Allahu e bin prej nalt shpirtin te nana e cila është me barë. Ushqimi i shpirtit ka ardhur prej nalt. Mjekimi i shpirtit në qoftë se ndonjë problem për shpirtin ka ardhur prej nalt. Kthimi i shpirtit në fund kthehet apet nalt. Disa shpirtra kalojnë 7 kat qiell derisa të shënohen te Allahu në regjistrin e njerëzve të mirë, e disa shpirtra mbarojnë në qiell në kësaj dunjaje dhe nuk u lejohet të shkojnë përpjet. Mirë po shkojnë nalt. Te në qiell në kësaj dunjaje shkojnë. Qysh jemi të kujdesshëm për mirëmbajtjen e këtij trupi, për shkak se kemi nevojë me mirëmbajt trupin tonë, kemi nevojë me ushqim shpirtin tonë, një ashtu edhe trupin tonë, një ashtu kemi nevojë, na kena nevojë me ushqim shpirtin. E shpirti me çka ushqehet? Me sendviça, me donera? Jo. Shpirti ushqehet me njohje të Allahut, me dëgjim të Allahut dhe respektim të Allahut dhe nënshtrim të Allahut. Kjo është ushqimi i shpirtit. Ushqimi i shpirtit është me njoft Allahun. Ushqimi i shpirtit është me përsërit diturinë për Allahun subhanahu taala. Ushqimi i shpirtit është me i ditë emrat dhe cilësitë e Allahut. Ushqimi i shpirtit tanë është. Ushqimi i shpirtit është falja e namazit. Ushqimi i shpirtit është agjërimi, dhënia e zakatit, shkuarja në haxh. Ushqim për shpirtin është përmendja e Allahut, istighfari, leximi i Kuranit, edhe kështu me radhë. Kjo është ushqimi i shpirtit dhe të njëjtën kohë është edhe ilaç. Të njëjtën kohë është edhe ilaç. Qysh kena disa prej ushqimeve që janë ushqim që ka nevojë trupi për ato ushqime, të njëjtën kohë janë edhe ilaç. Çfarë kuptimi ilaç? Janë parandalues problemeve. Janë parandalues të sujeve të ndryshme. Me i hang filan ushqimin vazhdueshëm, prej filan smujës, sigurt ti je. Ja është ta caktimit të Allahut, këtu nuk përzimi na. Po asaj që e di medicina, apo filan ushqimi i shëndetshëm, ti largon këtë problem, hiç nuk vjen momenti me pas atë problem. Pse? Për shkak ushqimit shëndetshëm. Njëjtë edhe ushqimi shëndetshëm i shpirtit. Ajo është fjala e Allahut, njohja e Allahut, dëgjimi dhe respektimi i Allahut subhanahu taala, në njëjtën kohë është edhe ushqim, edhe mirëmbajtje për shpirtin tanë. Njohja e Allahut xhalla xhelaluhu me tauhidin rububia, tauhidin uluhia dhe tauhidin e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Pse na duhet me njoft Allahun? E përmendëm në fillim,
për shkak se na kemi nevojë për Allahun. Ne jena nevojtar për Allahun subhanahu wa ta'ala. E dyta, tha Allahu në Kur'an: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk I kam kriju njerëzit e as xhinët për diçka tjetër, post që ata të më adhurojnë. Post që ata të më adhurojnë. Thot Ibn Abasi, çdo herë kur të hasni në Kur'an adhurimin e ka për qëllim njësimin. Pra, adhurimet t'i bëni vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra qëllimi I ekzistimit tonë në këtë dunja është që na t'i nënshtrohemi Allahut, ta adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, ta madhnojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe cekëm ditën e gjumon në khutbe, Allahu kërkon prej neve adhurimin. Allahu kërkon prej neve njësimin. Mos më I bësh shirk Allahut në adhurim. Dhe ka shikësaj, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka kriju qiejt dhe tokën dhe I ka nënshtru për njeriu. Allahu ka bërë që në vazhdimshmëri na të kënaqemi vetëm e vetëm të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Përmendëm se është Allahu ai I cili ka kriju diellin që të na mundson neve që gjatë ditës të shohim bukurinë e krijimit të Allahut në tokë. Mirpo që mos ndalet kënaqësia në shikimin ton me perëndimin e diellit, Allahu ka kriju hanën që të na mundson neve me e pa bukurinë e krijimit të Allahut në qiell. Vazhdueshëm na më kënaq. Vazhdueshëm syni jot me umbush me madhnim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Krejt këtë që ti dhe unë t'i bëjmë ibadet Allahut subhanahu wa taala. E pika kryesore këtë s'ban me haru asnjëherë. Kemi nevojë çdo problem shpirtëror, çdo paknaçi, çdo nervoz, çdo mërzi, çdo sen që kemi që s'mundet me ta hek kërkush për njerëzve, e hek vetëm fjala e Allahut subhanahu wa taala dhe ajo ndodh për shkak undësisë që e ka edhe etjes që e ka shpirti në gjoksin tonë. Për shkak asaj. Njohja Allahut me tauhidin rububiyye. Çka do me thonë tauhidi rububiyye? Fjala tauhid do me thonë njësim, me e njësu Allahun. Tauhidi rububiyye do me thonë njësimi I Allahut në veprat e Allahut subhanahu wa taala. Apo besimi në Allahun se Allahu është krijuesi, se Allahu është furnizuesi, se Allahu është ai I cili jep jetë dhe vdekje, se Allahu është mbikëqyrësi, krijuesi dhe mbikëqyrësi I universit. Kjo është dituria rububiyes, e tauhidit rububiyye. Me e pas këtë besim se jeta jote dhe vdekja jote është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Me e pas besim, bindje se furnizimi jot në këtë botë është në dorën e Allahut, dhe furnizimi I familjes tande, I bashortës dhe fëmijëve të, përse ti je I obliguar me mbikëqyr, me I mbajt, është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Na thjesht I bëjmë shkaqet sebepet këtë botë, kurse furnizimi vjen prej anës së Allahut subhanahu wa taala, dhe këta praktika dëshmon se sa e sa njerëzit I marrin shkaqet dhe sebepet njëjtë, dikush hec përpara, dikush ngel. Dhe e dim se ka momente ku njeriu I merr sebepet dhe s'u fiton. Dhe e dim që ka raste ku njeriu nuk I merr hiç sebepet, mirëpo furnizimi vjen. Mirëpo furnizimi vjen, ajo e cila është caktuar për ta, I vjen prej anës së Allahut subhanahu wa taala me shkaqe për më të ndryshmeve, mirëpo ai vetë nuk I merr shkaqet, sikur rasti I fëmijës të posalindur, ose sikur rasti I të sëmurët I cili s'mund të marrë sebepe, ose sikur rasti I plakut I cili nuk mund të punu kur gja. Të tre kategorive të njerëzve, këto që I përmenda, u vjen furnizimi nga ana e Allahut subhanahu wa taala pa e marrë asnjë pikë sebepe. Sebepi vetëm që e merr fëmiu për të ushqyer është të qajturat. Ja nis me qajt, edhe nana ushqen. Çka sebepi vetëm. Tauhidi uluhiyye çka do të thonë?
njësimi i Allahut me veprat tona. Pra, adhurimet të cilat ne i bojmë në këtë botë, mos t'i bojmë për dikant tjetër, por t'i bojmë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Namazin kur e falim, ta falim për Allahun, jo për ndonjë interes të kësaj dunjaje. Pse ka njerëz që e falin namazin për ndonjë interes, për interese të kësaj dunjaje? Po, shembull praktik të kohës tonë i kemi politikanët, të cilët në momentin e zgjedhjeve të bëhen evlijat më të mëdhenj që kanë ekzistuar ndonjëherë në trojet tona. Ditën e parë apo orën e parë të ditës së zgjedhjeve i harojnë me xhamia me të gjithë. Isha pas duke mendua, thash me bëni lutje dhe apel urgjent tek banorët e komunave tona, eventualisht para zgjedhjeve ose më njëherë pas zgjedhjeve ta lëshojnë vendin. Pse? Urgjent. Pse? Për shkak se ka me pas investime aq të mëdha, sa që s'kena me pas mundësi me lëviz. Ka me pas investime në sjellës, ka me pas kanalizim, ka me pas me shtru rrugë, shkolla kanë me ndrejq, qerdhe kanë me ndrejq, salla kanë me ndrejq, pishina, s'kena me ditë ka me hecë, nëse kaos ka mu bëhe. Orën e parë të ditës së zgjedhjeve mbarojnë me xhamia, me namaz, me evli Allah, me të gjitha, vazhdojnë avazi vjetër. Pra veprat tona t'i bëjmë për Allahun, jo për ndonjë interes, për interesat të kësaj dunjaje. Çush ka qenë rasti i munafikave në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e kanë fal namazin sa për sy e faqe, për ta mblu kufrin e tyre, mosbesimin e tyre. Të njëjtën e bëjnë sot politikanët në vendet tona. Shkojnë në për xhamia, prezantojnë në për hatme, në për nxjerrje të hafëzave dhe kështu me radhë, vetëm për ta mblu të keqen e tyre, korrupsionin e tyre, zullumin e tyre, padrejtësinë e tyre. Besimtari si duhet të jetë, veprat e tij t'i bëjë vetëm për Allahun subhanahu taala, dhe thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, se tauhidi uluhia është pika ndarëse mes muwahidave, besimtarëve dhe mushrikëve që i bëjnë shirk Allahut subhanahu taala. Këtu është lufta mes pejgamberëve dhe popujve të tyre, sa ata e kanë njoft Allahun, e kanë besu Allahun, se Allahu është kriju, se Allahu është furnizu, se Allahu është mbikëqyrës universit, Allahu jep jetë dhe vdekje, mirë po defekt në kanë pas se adhurimin e tyre e kanë bërë për dikant tjetër, jo për Allahun subhanahu wa taala. Edhe pika e tretë e tauhidit është tauhidi al-asma was-sifat. Njohja e Allahut apo njësimi i Allahut në emrat dhe cilësitë e tij. Me i mësue emrat e Allahut, me i ditë cilësitë e Allahut dhe me këto emra dhe cilësi me e adhuru Allahun subhanahu wa taala. Zotën krejt jeta e njeriut, krejt jeta e besimtarit sillet në këto emra dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Pse? Për shkak se ti emra dhe cilësitë e Allahut xhel xhelaluhu, mirë po dituri si duhet, jo vetëm informacion. Kur thanë dituri si duhet, çka e kanë për qëllim? E kanë për qëllim informacioni i cili ka bërë ty me punu. Kjo është dituria. Ajo tjetra jetë thjesht informacion. Informacioni i cili ka bërë ty me i përvel krap dhe me vepru me atë informacion që e ke, kjo është dituri me cila shpëton këtë botë dhe në botën tjetër. E kjo dituri duhet me pas ndikim në jetën tënde. E në qoftë se besimtari varësisht diturisë që e ka në këtë pikë të tauhidit esma o sifat, emra të cilësitë të Allahut, atë që ka gradën e imanit të tij. Atë sa kanë ndikim emra dhe cilësitë e Allahut në jetën tonë të përditshme, atë që kemi gradën e imanit tonë. Pse? Për shkak se emra dhe cilësitë e Allahut subhanahu taala janë ajo pika ku e ndal besimtarin prej mëkateve dhe e bën besimtarin me bë shumë punë të mira. Pse? Për shembull, Allahu subhanahu taala emërtohet me emrin Ar-Raqib, vëzhguesi. Vëzhguesi. Çfarë do të thonë vëzhguesi? Vëzhguesi do të thonë dituria dhe bindja se Allahu në vazhdueshmëri na vëzhgon neve. Tash, unë jam duke fol, ju jeni duke dëgju,
burra dhe gra, pleqe të ri, Allahu është duke na vëzhgu neve dhe ata që janë jashtë xhamisë. Allahu po na vëzhgon. E tash me bu me pas tu në mesgjid kamera me pas. Vallave ngushtojmë i bon ndoshta ndonjëherë disa veprime, ato veprime që nuk janë shumë bukura, ama ty nuk po të shef kërkush tash në momentin. Ose jenë në rrugë, ose jenë në kafe, ose jenë në shtëpinë tënde, edhe publiku prej jashtë të shef çka i duke bën shtëpinë tënde. Valla do gjeste që i vën te shtëpia me bashortën tënde, me fëmijët, me nanën dhe babën, kur ta dish që për jashtë janë të këshir live, krejt dunjaja, si banë, po. Vjen marrë, po flasë për ata që janë me marrë, që kanë turp, po flasë për ata që kanë kamera në Big Brother 24/7, ama ata s'kan turp. Ata s'kan turp, po flasë për besimtarët që kanë dërgjegje, që din mu skuq, apo vjen marrë. Ai për cilit mos shumë të me pas marrë, e që është më përparsor, është Allah s.w.t. Me nërë marrë prej Allahut, me pas turp prej Allahut s.w.t. Pse? Pse Allah thënë në Kur'an, Ilehi yas'adu l-kelimu t-tayyibu, te aji ngritet fjala e mirë dhe veprat shkojnë te Allah. Fjalët e tona, veprat e tona shënohen, e regjistrohen dhe ngriten lart te Allah. Filani në atë regjistër shkruan çka ke bën. Atë regjistër shkruan çka ke këshir në Facebook, edhe në TikTok, edhe në Instagram, edhe në rrjetet sociale, edhe aty shkruan, u ka shkruajt shikimi jot. Aty shkruan çka kena dëgjuar. Aty shkruan çka kena fol. Aty shkruan çka kena vepruar. Tash po tham, a kishmi qenë burra, edhe na burrat edhe gratë kanë tjetër, a kishmi pas asi burrnie, që çatë regjistër më marr me kallë njerëz që përpot. Çfarë lexoj, kisha ku mbosat. Po flas veç për sot, prej sabah, prej namazit sabah deri tash. Ai na asi burra me i thon grujës tonë të shtëpia, hajt leje të tjerë, veç bashortës ata që janë martuar, ata që janë beqar, Allahu mustan, Allah i martoft. Ose nanës tonë, ose babës tonë, ose shokit tonë, çka, këshire sot çka ku mbava. Dvan marra, apo? Veç për sot po fole, po parando dje, po parando komplet jeta, ato janë të shënume. Ditën e gjykimit, ka me pas njerës që kanë më thonë krijesave, ha u mukra u kitabje, që e mërë një librin tem, lexojeni. A këna më konë në prej tyre? Apo ka me në ardhë mare? Ka me në ardhë mare, apo? Se e di, këna me pas turp, bile ka me në ardhë turp, na me le dy. Ne edhe na vjen turp prej vetës tonë, qëfar vepra bojnë? Qëfar vepra bojnë? E tash, kjo dituri, se Allahu është ar-Raqib, vëzhguesi, kjo të me pas ndikim në jetën tonë. Kjo dituri, dhe banë me qenë shumë i kujdesshëm çka i tu këshirë, çka i tu folë, çka i duke dëgju, çka i duke vepru, banë shumë kujdesshëm. Apo emri i Allahut El-Alim, se Allahu është i gjithdijshëm. Allahu është i gjithdijshëm. Apo se Allahu është Es-Semi', se Allahu dëgjon gjithçka. Kur fol ti, Allahu dëgjon. Nuk i hi kur gjon, nuk i tallavitin Allahut. Se na duke fol 10 veta më një herë, te Allahu krejt, i din Allahu krejt, i ndëgjon krejt Allahu veç e veç. Ani pse neve ta vitin këtu poshtë. Në kishar mora? Në kishar mora, po. Mirë, po këto gjëra e regjistrohen. E dituria e mirë, e thukt, në emrat dhe cilësitë e Allahut është pika kryesore që e bën besimtarin mu përmisue në raport me Allahun subhanahu wa taala, në raport me vetën e tij dhe në raport me krijesat. Njohja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa është Muhamedi i biri i Abdullahut, i biri i Abdul Muttalibit, është prej fisit Quraysh,
ka jetu 63 vite, 40 vite ka jetu para pejgamberis, edhe 23 vite pejgamber i dërguar i Allahut subhanahu wa ta'ala. Prej këtyre 23 vite, 13 i ka kalu në Mekke, 10 në Medine. E ka dërgu Allahu subhanahu wa ta'ala tu atërheq vërejtën njerëzve prej shirkut dhe t'i theret të adhurojnë vetëm Allahun dhe mos t'i bëjnë shirk Allahu subhanahu wa ta'ala. Njohja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të thonë, kjo e para që përmendëm deri tash, njohja e Allahut, tauhidi rububie, uluhia, asma sifat, kjo është la ilaha illallah. Njohja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është Muhammedun Rasulullah. Çka do të thonë kjo? Kur ta pyesin një prej muslimanëve, me i thonë, çka do të thonë Muhammedun Rasulullah? Do të thonë Muhamedi është i dërguar i Allahut. Tamam, këtë dina këtë. Po diçka më tepër, çka ngërthen kjo dëshmi? Çka ngërthen në vete kjo dëshmi? Kjo dëshmi në vete ngërthen ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu amma naha anhu wa zajara. Kur themi Muhammedun Rasulullah, kjo do në thamë, kjo ndërvete ngërthen në nështrimi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë që ai thot. Pra ai cili thot Muhammedun Rasulullah, ama nuk e fal namazin, dëshmi se ka si duhet. Pse? Se nuk është në nështru në atë që ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar dhe ka ndaluar. E para, ajo që ka ngërthejet në fjallën Muhammed, në dëshmin Muhammedu Rasulullah është me ju nënshtru në atë që ka na urdhëron. Me i besu, me konsideru si të vërtet atë që ai na informon për informacioneve që kanë ndodhë dhe për asaj që kanë me ndodhë. Me u largu prej asaj që ai na ndalon. Dhe mos me e adhuru Allahun ndryshe, pos që që ka adhuru pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. To janë 4 pika të cilat ngërthehen në fjallën Muhammedun Rasulullah. Muhammedi është i dërgumi Allahut, do në me thonë, kur të thot ai me vepru diçka, do të me nështruhe. Kur thot mu largu për diçkajt, mu larguhe. Kur të na informon për diçka që ka ndodh, ose që ka me ndodh, me konsideru sikur të vërtet. Edhe ibadetin, adhurimin, mos me e von ndryshe, pos që ka bo Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Edhe e treta është njohja e fesë islame. Njohja e fesë islame. Çfarë do të thonë islami? E kemi islamin e përgjithshëm të gjithë pejgamberëve, pra të gjithë pejgamberët kanë thirrë në islam, tha Allahu në Kur'an, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Feja e vetme, legjitime, e pranuar te Allahu është islami. Pra, të gjithë pejgamberët kanë thirrë në islam. Cili është ky islam të cilën kanë thirrë pejgamberët? Thot dietari Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Kjo është islam. Kush e ka këtë islam, bëhet musliman. Pastaj vijnë dispozita tjera sheriatike të islamit të veçantë të asaj legjislacionit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Al-istislamu lillahi bit-tauhid, dorëzim ndaj Allahut me njësim. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, adhurim ndaj Allahut edhe distancim prej shirkut dhe vepruesve të shirkut. Distancim prej shirkut dhe vepruesve të shirkut. Pra kjo është fjala la ilaha illallah, kuptimi fjalës la ilaha illallah të cilën kanë thënë pejgamber. Me adhuru vetëm Allahu subhanahu wa taala, ibadetin me bëu vetëm për Allahu subhanahu wa taala, edhe mos mi bëu shirk Allahu subhanahu wa taala. Dhe pastaj vjen Islami i veçantë i gjithë pejgamberëve, secilit pejgamber, prej legjislacionit që i kanë pas pejgamberët. Secili pejgamber legjislacion të ndryshëm, edhe legjislacioni i fundit, shariati i fundit, pra ligji i fundit,
Legislacioni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Islami që nërët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj vjen namazi, pas fjalës la ilaha illallah vjen namazi, vjen zakati, vjen agjerimi, vjen haxhi, vjen xhihadi, vjen udhëtimi, ndalimi nga e keqja dhe dispozita sheriatike që kanë ardhur në fen islame. Kjo ishte çështja e parë që duhet më mësua, njohja e Allahut, dituria, njohja e Allahut, njohja e pejgamberit dhe njohja e fesë islame me argumente. E dyta është me vepru me këtë dituri. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an shpesh sjell ajete kuranore dhe pashtu në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që kanë besu dhe kanë vepru. Ata që kanë besu dhe kanë vepru. Dhe mendimi i ehli sunetit, dietarëve të ehli sunetit dhe xhamatit, është se vepra është pjesë përbërëse e besimit dhe nuk është pjesë plotësuese. Për shkak se ajo e cila është shpërnda më të madhe, e të cilat fillimet i ka në gjenerat e para, mirë po në atë kohë ka qenë vetëm si teori dhe s'ka qenë praktike kjo, me kalimin e kohës pas shumë viteve, pas shumë shekuj që kanë kaluar, kemi ardhur në këtë katastrofë të madhe në teren. Ideja e irxhas. Çfarë do të thonë ideja e irxhas? Ideja e irxhas do të thonë se vepra është pjesë plotësuese e imanit dhe nuk është pjesë përbërëse. Që do të thonë se njeriu edhe pa vepër mundet me shpëtuar. E mendimi më i saktë i shohut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dietarëve të sunetit ndër histori është se vepra është pjesë përbërëse, pa ta s'ka iman. Pa ta nuk ka iman. Ka prej veprave që në qoftë se nuk i ban, nuk do me thonë që ki hup imanin, por ka vepra që në qoftë se nuk i ke, s'ke iman, shkon edhe imani komplet. Si për shembull, e ke përmend çështën e namazit. Edhe vepra tjera ka. Çështja e namazit. Ai që e fal dhe ai që nuk e fal, ai që nuk e fal namazin. Pra Allahu xhalla xhelaluhu na ka obligu neve për me ju nështru Allahu subhanahu wa taala me durinë që kemi nga Allahu subhanahu wa taala. E treta, ad-da'watu ilayhi, me bë thirrje në këtë rrugë. Në dituri që e ke mësu, e me të cilën ke vepru, me u mundu si pas mundësive, me i thirë të tjerë që ta njohin Allahun dhe që nështronë Allahut subhanahu wa ta'ala. Tha Allah në Kur'an, kuntum khayra ummetin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ju jeni populli më i mirë që nxjerr për njerëzimin për shkak se ju urdhëronin të mirë, ndalonin nga e keqja dhe besonin në Allahun subhanahu wa ta'ala. Allah ka përmendur tu besimin në Allahun pas urdhërimit ndalimin nga e keqja, që më na dhon neve një sinjal që në qoftë se nuk urdhëronin të mirë dhe nuk ndalonin nga e keqja, besimi juaj është i mangët. Besimi juaj është i mangët. E kanë dhënë hadithe të shumta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku na nxit në urdhër të mirë dhe ndalim nga e keqja. Mirë po, kjo dispozit sheriatike bëhet me dituri, jo pa dituri. Në diçka që ti e din, jo në diçka që ma merr mendja mu që qështu. Jo. Se nëse shkoj me ma merr mendja, kjo mendja jote nuk është më përparësore sa mendja atij të cilët ti je duke i fol. Duhet me fol, ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë thënë dietarët në shpjegimin e fjalës Allah dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kështu për këtë çështje. Në qoftë se nuk e zotrojmë këtë meselë kështu, atëherë nuk duhet më urdhëru, nuk duhet më ndalu për shkak se mund të më bëhet më keq. Problem. Pra, këtë çështje do të më ndërtu mbi dituri. Dhe e katërta, as-sabru 'ala al-adha fihi. Me bë sabër. Me bë durim në këtë rrugë. Duhet durim kur të mësojmë. Duhet të bë sabër. Pa bë sabër së mësojmë. Nuk vjen ilmi kështu çomë pi xhumë dhe vjen nëndër, edhe i ke mësuar meselet. Ke mësuar dituri. Jo. Duhet me bë sabër. Çfarë dush ilmi? Qoftë ajo dituri sheriatike, qoftë dituri prej diturive të kësaj dunjaje në lëmi të ndryshme, në shkencë të ndryshme, duhet me bë sabër. Duhet me lëm bejgje do qefe të shumta për me arrit çfarë dituri. Duhet sabër kur të veprojmë pastaj. Për me fal namazin, sabër duhet. Për me dhënë
zekatin, pasurinë që ti e lodhi reskapit, edhe me dhanë ata, sabër duhet. Jo se cili mundet me dhanë. Për ma gjëru Ramazanin, duhet me bo sabër. Në çdo vepër që na e bëjmë, pa sabër nuk bëhet ajo. Duhet me bo sabër kur të urdhërojmë të mirë ndalim nga e keqja. Kur ti thrasim të tjerët ta njohin dhe ti nënshtrojnë Allahu dhe pejgamberit se stem, me bo sabër. Pse? Për shkak se në këtë rrugë hasim prej probleme më të ndryshme. Duhet me bo sabër kur të na ndodhin problemet në këtë rrugë. A ndodhin problemet? Ndodhin problemet. Që ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ndodhin edhe besimtarëve. Elusim Allahun që Allah të na detyrit të dobishme. Elusim Allahun që Allah të na mundson ta njohim Allahun, të dëgjojmë dhe respektojmë Allahun subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.